Hadithi dhe kuptimi I tij. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: Ziliqari është gjithmonë I sëmurë, edhe nëse trupi I tij duket I shëndetshëm. Kjo thënie e Imam Aliut paqja qoftë mbi të përmban një mesazh moral dhe shpirtëror, si dhe zbulon realitetin e zilisë dhe të ziliqarit. Zilia është një sëmundje e zemrës dhe e shpirtit, jo e trupit. Edhe nëse njeriu duket I shëndetshëm nga jashtë, ziliqari jeton në vuajtje të brendshme, në ankth dhe në pakanaqësi të vazhdueshme. Me këtë thënie brillante, Imam Aliu paqja qoftë mbi të na mëson se ziliqari digjet nga ajo që kanë të tjerat, nuk shijon begatit që Allahu I ka dhënë atij. Zilia e shkatërron qetësinë, besimin dhe moralin. Zilia nuk e dëmton tjetrin, aq sa e shkatërron vetë ziliqarin. Shërimi I vërtet I zilisë është kënaqësia me caktimin e Allahut, falënderimi dhe pastrimi I zemrës.